Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror informativ në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Ngjarje pazakont në Pogradec, fëmia 7 muajsh dërgohet në burg pasi nëna e tij është dënuar për dhunë në familje, 2 fëmijë të tjerë mbeten jashtë. Nafta ka përcjell 206 lekë për litër në 1 muaj, karburantët u shtrëntuan 15%, qeveria po shqyrton mundësinë e rikthimit të bordit të transparencës. Shpallet pakete e ndihmës për familjet e policëve dëshmorë si dhe për efektivët e plagosur në aksione, mbështetje financiare, pension shtesë e shtëpi falas. Stuhia e fuqishme përfshiu Bregdetin Jugor, një elektricist u mbi jetën në Himar, ndërsa 3 persona u plagosur në Sarand, një peshkatar u mbyt në det. Vjoj më gjërësisht. Një foshnjë 7 muajsh është dërguar në burgun e Pojskos në Pogradec pasi aty ndodhet nëna e tij e dënuar për dhunë në familje. Gruaja 34 vjeçare ka edhe 2 fëmijë të tjerë, të cilët janë detyruar të ndahen prej saj. Avokati i popullit nisi me një arretimin e rastit të paprecedent dhe ngriti dyshime për procedurën, pasi nëna duhej të kishte përfituar nga amnistia. Një ngjarje pazakonte e paprecedent ndodhi këtë të mërkur pasi një foshnjë vetëm 7 muajshe përfundoi në burgun e Pojskës në Pogradec për shkak se nëna e tij duhet të vuajë një dënim prej 2 muajsh heqje lirie. Nëna e re 34 vjeçe u arrestua të martën në pikën e kalimit kufitar të Murriçanit teksa kthehej nga Gjermania në zbatim të një vendimi gjyqësor të formës së prerë të dhënë mungesë në vitin 2023 për dhunë ndaj vjerit të saj. Sipas familjarëve, gruaja është nënë e 3 fëmijëve të mitur, njëri prej tyre është 4 vjeç dhe ka probleme shëndetësore. I dyti është 2 vjeç, ndërsa më i vogli vetëm 7 muajsh është dërguar këtë të mërkur pra nënës së tij në institucionin e vuajtjes së dënimit. Rasti vuri në lëvizje autoritetet, ku avokati i popullit nisi një hetim për të verifikuar mënyrën se si është ndjekur procedura e burgosjes së 34 vjeçares. Ka 2 amnisti penale ndaj të cilat mund kishte përfituar zonja e vitit 2024 dhe vitit 2025. Ka argumente që të cilat mund ta shpjegojnë pse ajo nuk ka përfituar nga këto amnisti, qoftë për shkak të veprës penale që është dhuna në familje. Ne nuk duam të hymë në vendimin gjyqësor, sepse ajo është kompetencë e gjykatës, por ka disa pikpyetje. Pikpyetja e parë është nëse vendimi ka dalë në datë 13 maj, pse ka marrë formë të prerë mbas 49 ditësh, ndërkohë që do duhet kishte marrë formë të prerë brenda 2 javësh. Dhe nëse do të kishte marrë formë të prerë brenda 2 javësh, do të ishte brenda afatit të amnistisë së vitit 2026. Avokati i popullit bëri të ditur gjithashtu se të njëjtën është caktuar një seancë gjyqësore për rivlerësimin e rastit, duke shprehur bindjen se nëna do të lirohet. Nëse nuk lirohet, do jemi para shkeljeve procedurale, sepse nuk mund të mbahet, është e pamundur, qoftë nga dispozitat e kodit penal, qoftë nga dispozitat e kodit procedurës penale, është e pamundur që për veprën për cilën është dënuar, fëmia që kanë gjë të mbahet në këtë IEVP, në interpretimin që ne i bëjmë kodit penal dhe kodit procedurës penale, ajo do të lirohet sa më parë. Dhe unë besoj që nesër para orës 12 ajo nuk do të jetë më këtu. Familjarët pretendojnë se vjerri e ka falur 34 vjeçaren dhe se dënimi prej 2 muajsh burg duhet të ishte hequr nga ligji i amnistisë. Pavarësisht këtyre pretendimeve, urdhri i ekzekutimit të vendimit gjyqësor është zbatuar nga institucionet përgjegjëse. Brenda 1 muaji çmimi i naftës është rritur me 15% dhe këtë të mërkur i kaloi 206 lekë për litër. Kjo situatë po ndiqet me vëmendje nga Ministria e Financave, e cila po shqyrton mundësinë e rikthimit në funksion të bordit të transparencës. Efekti luftës në lindjen e mesme po vijon të reflektohet në çmimin e naftës në tregjet botërore e po ashtu edhe në Shqipëri. Pas shpërbërjes së bordit të transparencës, nafta ka arritur në rreth 206 lekë për litër. Sipas të dhënave nga vendimi i fundit i bordit të transparencës i datës 17 qershor, kur nafta tregtoi me 176 lekë për litër, çmimi është rritur me rreth 15% brenda 1 muaji. Burime nga Ministria e Financave bëjnë me dije për Vision Plus se gjatë javës së ardhshme pritet të zhvillohet një takim për të diskutuar situatën dhe mundësinë e rikthimit të bordit. Kjo do të merret në konsiderat vetëm nëse karburanti vijon të qëndrojë mbi 200 lekë për litër. Nga ana tjetër, shoqata transportit i ka dërguar një kërkesë institucioneve përgjegjëse për shtyrjen e afatit të skemës së subvencionimit për shkak të rritjes së kostove nga shtrëngtimi i naftës.
Ndërkohë, situata tensionuar në lindjen e mesme po vijon të luhat bursa ndërkombëtare të naftës. Sipas të dhënave të platformës Investing, çmimi i një fuqie Brent të Londrës ka arritur në rreth $95. Pas një periudhe qetësimi kur çmimi i naftës Brent duke se po stabilizohej, zhvillimet e fundit në rajon kanë rikthyer presionin në tregjet ndërkombëtare, duke ushqyer pritshmëritë për çmime të larta edhe në ditët në vijim. Prokuroria e posaçme çoi në gjyq Ervis Martinaj dhe grupin e tij kriminal. Edhe pse ai është zhdukur prej 4 vitesh, Martinaj akuzohet për vrasje, atentate si dhe armbajtje pa leje. Ndërsa ende nuk dihet asgjë për fatin e mbretit të lojrave të fatit, Ervis Martinaj, 4 vite më vonë nga zhdukja e tij, SPAK mbylli hetimet dhe dërgoi për gjykim bashkë me 8 të pandehur të tjerë të grupit, përfshirë bashkëpunëtorin e drejtësisë, Nureddin Dumani. Sipas SPAK, janë 5 episode kriminale të zbardhura në kuadër të dosjes Metamorfoza 2, duke nisur me vrasjen e Gjin Ndojit në Shkodër në gusht të vitit 2020. Për këtë ngjarje, ndaj Ervis Martinaj rëndojnë akuzat, vrasje me paramendim, grupi strukturuar kriminal dhe kryerje veprave penale nga grupi strukturuar kriminal dhe organizata kriminale. Bashkë me Martinaj, i akuzuar për vrasjen është edhe Denis Brajovic. Ervis Martinaj, sipas SPAK, është përgjegjës edhe për atentatin në dëm të Kleant Musabelliut, pasi ai siguroi kushtet dhe mjetet materiale për të realizuar vrasjen. Një tjetër akuzë është ajo e armbajtjes pa leje. Për planin e vrasjes së Kleant Musabelliut akuzohet gjithashtu edhe Klaudor Hakaj. Ndërsa për tentativën për eliminimin e Dorian Dulit dhe Ibrahim Licit, si edhe atentatin e dështuar ndaj Taulant Pepajt në vitin 2021, të akuzuar janë Klaudor Hakaj, Prek Kodra, Alex Ndreka, Nureddin Dumani, Elion Hato dhe Arsad Bashli. Për herë të parë, SPAK zbardhi edhe një tentativ korruptimi të funksionarëve të drejtësisë, për të cilën ngriti akuzë për korrupsion aktiv ndaj Bardhyl Mavrajt. Qeveria ka shpallur paketën e ndihmës për familjet e policëve të rënë në krye të detyrës, si dhe për ata efektiv që janë plagosur në aksione. Ajo parashikon mbështetje financiare, pension suplementar, si dhe shtëpi falas. Të gjithë efektivët e rendit, qofshin policë, oficer apo pjesëtar të strukturave të tjera të Ministrisë së Brendshme që kanë humbur jetën ose janë dëmtuar në krye të detyrës, do të përfitojnë një kompensim financiar që do të shkojë familjarëve të tyre, si dhe banesa falas. Është një lajm i mirë për vetë faktin se në mënyrë shtërruese ky vendim trajton të gjithë elementet e nevojshëm, si nga ndihma e menjëhershme që jepet në rastet e familjarëve të punonjësve të policisë të rënë në krye të detyrës, e cila shkon deri në 10 paga mujore bruto të punonjësit të ndjerë, më pas me pensionin familjar suplementar që përfitohet nga familjarët e punonjësit të policisë. Përveç kësaj, Ministria e Brendshme në bashkëpunim me homologët në Maqedoninë e Veriut do të lehtësojnë masat për kalimin kufitar mes dy vendeve. Duke përcaktuar procedura më të lehtësuara si për udhëtarët, po ashtu edhe për automjetet, kamionët, të cilët shkëmbejnë mallra mes dy vendeve tona, dhe kjo është një kontribut jo vetëm në rritjen e një turizmi cilësor në kuptim të procedurave të lehtësuara pa radhë. Nga krahu tjetër, Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi u shpreh se ende nuk ka një datë të përcaktuar për samitin e NATO-s që do të mbahet në Tiranë. Në vitin 2027, a do jetë në vitin 2028, kjo është çështje që do vendoset nga Aleanca. Në moment që do bëhet e ditur data kur do zhvillohet samiti, aty do fillojnë edhe marrja e masave për angazhimin e tashmë kemi ngritur task force-ën, kemi parë një shembull shumë të mirë të zhvillimit të samitit të Ankaras së fundmit, i cili ishte samit brillant. Nufi u ndal gjithashtu edhe te trupat shqiptare që pritet të dërgohen në Gaza, duke thënë se gjatë javës së ardhshme do të ketë një mbledhje tjetër të ministrave ku do të vendoset koha dërgimit dhe territori ku do të angazhohen. Duke filluar nga kjo javë, Agjencia e Trajtimit të Pronave do të hap dyert për konsultime direkte me qytetarët që kanë ankesa. Këtë e bëri të ditur Ministri i Drejtësisë, i cili foli edhe për plotësimin e vakancave të krijuara nga reforma në drejtësi. Kushdo që ka probleme me njohjen dhe kompensimin e pronësisë, tani më do të ketë një ditë të dedikuar me drejtorin e Agjencisë së Trajtimit të Pronave. Kjo deklaratë u bë nga Ministri i Drejtësisë Toni Gogu, i cili njoftoi se brenda vitit duhet të përmbyllet kompensimi në disa qytete, Kukës, Dibër, Lezhë, Gjirokastër dhe Berat, dhe të trajtohen të paktën 6.000 dosje për njohjet e pronësisë. Çdo të mërkur, drejtori i përgjithshëm me të gjithë stafin përkatës, me drejtorin përkatës, ju pret për çështje të kompensimit. Çdo të mërkur. Sot, ndërsa ne flasim, po ndodh kjo gjëja, dhe çdo të enjte për njohjet e pronësit. Janë ekzekutuar 968 vendime
me një vlerë prej 9.1 miliard lek dhe ndërkohë 490 dosje për njohjen e pronësisë. Prioritare, tha ministri, janë boshllëqet e krijuara nga procesi i vetingut, ndërsa nxiti drejtsinë e posaçme të vazhdojë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Vakancat në sistem duhet të mbushen një orë më parë. Shkolla e magjistraturës nuk bën dot magjistrat brenda natës. Lufta kundër korrupsionit të fuqizohet edhe më tej. Për integrimin europian, Gogu vendosi limit 2027 për të mbyllur kapitujt që përafrojnë legjislacionin ton me atë të Unionit. Vitin tjetër në shtator të jemi gati të kemi mbyllur detyrat e shtëpisë që na lën raporti i piketave përmbyllëse, nga e cila na ndajnë 60 javë. Kemi një kronometër dhe kronometri që Ministria e Drejtësisë ka nuk është vetëm kronometri i Komisionit Evropian, është kronometri i qytetarit shqiptar. Me vëmendje të veçantë, Ministria e Drejtësisë po shikon për zgjedhjen e këshillave atij gjyqësor dhe të prokurorisë, pa lënë jashtë edhe prokurorin e përgjithshëm, për secilin Gogu u zotua se politika do t'i mbajë duart larg. Komisioni Reformës Zgjedhore refuzoi të bënte mbledhje me planinë e numrit 2 të policisë Sokol Bishga. Deputetët thanë se çështje që lidhen me situatën elektorale duhen diskutuar me drejtorin e përgjithshëm Skënder Hita. Mungesa e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita në seancën dëgjimore të Komisionit për Reformën Zgjedhore solli përplasje mes deputetëve të mazhorancës dhe opozitës. Demokratët kundërshtuan raportimin e zëvendës drejtorit Sokol Bishga me argumentin se çështjet e ngritura lidhen drejt për drejt me përgjegjësitë e drejtimit të institucionit. Ktu duhet të ishte drejtori i përgjithshëm. Ne kemi patur 2 seanca të tjera të dëgjimore, një me prokurorinë e përgjithshme dhe një me SPAK-un, dhe kemi patur këtu përfaqësimin në nivelin më të lartë të 2 institucioneve kushtetuese. Duhet kuptojmë dhe kush janë ato çështje që policia e shtetit ka nevojë që jo vetëm do marrë ajo përsipër për bërë që nuk i ka bërë në përputhje me ligjin aktual. Unë nuk më duket se është një nga ato raste ku drejtori i përgjithshëm i policisë mund ta delegojë prezencën e tij. Një mbledhje kaq të rëndësishme. Ndonse socialistët ishin dakord me pretendimet e të djallëtve, Damian Gjiknuri tha se Bishga ka qenë përgjegjës për policinë gjatë periudhës së zgjedhjeve. Ai ka ardhur dhe në rolin e një tekniku, pra një njohësi të problemit, një njeriu që ka koordinuar procesin e rolit të policisë në zgjedhje, dhe ku ka më mirë se sa një profesionist dhe një njeri që është numri 2 i atij institucionit që njeh thelbin e problemit, të mund na japin mendime se çka mund përmirësojmë. Mungesën e Hitës, Bishga e justifikoi duke thënë se drejtori i përgjithshëm nuk ka qenë në detyrë gjatë zgjedhjeve të majit 2025. Në të dy rastet, qoftë për ndryshime në ligjin për policinë e shtetit, qoftë dhe në rastin sot për reformën zgjedhore, në dy rastet kam qenë unë protagonisti që kam propozuar ndryshimet për policinë e shtetit, në ligjin për policinë e shtetit. Për çdo rast kanë ndjekur gjithmonë aktivitetet zgjedhore. Megjithatë, palët vendosën për shtyrjen e mbledhjes në një moment tjetër, duke kërkuar që të raportojë Skënder Hita. Sali Berisha shpreu mbështetje në opozitës për protestën, ndërsa akuzoi kryeministrin Rama se po përdor policinë dhe shërbimin sekret për ta shkatëruar atë. Sipas Kreu Demokrat, edhe ata që kërkojnë burgosjen e tij janë të nxitur nga Rama. Protesta qytetare për çështjen e Zvërnecit për kryetarin e Partisë Demokratike kanë friksuar kryeministrin Edi Rama. Në mbledhjen e grupit parlamentar, Sali Berisha pretendoi se kreu i qeverisë po përdor institucionet e varësisë për të stopuar tobimet. Angazhimi total të policisë kriminale që është më kriminale se çdo bandë tjetër, të shërbimit informativ kombëtar që bashkëndon të gjitha praktikat me Beogradin, ka mobilizuar mira rrugtar, punojës të administratës shtetërore në krijimin e llogarive falso në mediat sociale, në rrjetet sociale, për të demonizuar protestën dhe protestuesit. Thirrjet e protestuesve kundër tij dhe e Partisë Demokratike, kryedemokrati cilësoi si manovra të socialistëve për të dalë kundër opozitës. Zero ndikim
nga slogani i ekstremistëve të majt apo opozitarëve të opozicës, Berisha në burg për dë shitur, asnjë ndikim, zero. Akuza hodhi dhe mbi punimet e reformës territoriale, që sipas Berishës janë një manovër e qeverisë që synon shpopullimin e vendit. Ramaduro ndërpret procesin, kur e pa se mbështetja për finalizim në reformë mbi bazën e parimeve të drejta në interes të qytetarëve po ecën. Më pas, mbledhja e grupit TPD vijoi me dyert të mbyllura për të diskutuar aksionin opozitar në parlament. Protestuesit po mblidhen në këto momente në sheshin Skënderbej në ditën e 53 të tubimeve të tyre antiqeveritare. Marshimi do të vijojë drejt selisë së qeverisë ku pjesëmarrësit do përsërisin thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Tjetër kërkesë e tyre është anullimi i ligjeve që lidhen me mjedisjen dhe investimet strategjike. Tubimi do pasohet nga marshimi në rrugët rreth qendrës së Tiranës. Një elektricist humbi jetën gjatë natës teksa po riparonte një defekt elektrik në Himar të shkaktuar nga stuhia e fortë. 3 persona të tjerë u plagosën në Sarand nga erë dhe shtrëngata që shkuli pemë dhe ngriti në ajër çadrat në plazhe dhe tendat e lokaleve. Një stuhime për masa të mëdha pushtoi jugun e Shqipërisë, kryesisht Vlorën dhe Sarandën. Shtrëngatat e shiut dhe erërat e forta detyruan fillimisht banorët e zonës së Vlorës dhe turistë e shumë që ndodheshin në lungomare të vraponin për t'u strehuar. Si pasojë e stuhisë në disa zona u ndërpredhi energjia elektrike. Gjatë ndërprerjes për riparimin e një defekti në zonën e Potamit, humbi jetën elektricisti 55 vjeçar Bashkim Boçi, punonjë sezonal i OSHE-s në Himar. Ai ishte në terren në orët e para të mëngjesit duke punuar për rikthimin e energjisë elektrike. Erërat e forta shkaktuan dëme në disa pjesë të vijës bregdetare, por edhe brenda qytetit. Janë rrëzuar pemë, janë dëmtuar çadra dhe tenda lokalesh. Qyteti tjetër bregdetar Saranda u përfshi po ashtu nga rreshtit të dendura shiut, të cilat ndonse nuk zgjatën shumë, ishin të mjaftueshme për të shkaktuar dëme të konsiderueshme. Disa persona mbetën të lënduar, ndërsa 3 prej tyre morën ndihmë në spital. Mësohet se ata janë plagosur nga thyrja xhamave të automjeteve të dëmtuara nga rrëzimi një pishe pranë stadiumit. Një peshkatar identifikuar si Mihal Zoj, 61 vjeç, është gjetur i pajet në ujërat pranë ishuve të Ksamilit në Sarand. Dyshohet se ai ka humbur jetën si pasojë e mbytjes në det mbrëmjen e të martës, në kohën kur bregdeti u përfshi nga stuhia dhe moti keq. Gjatë kërkimeve policia ka gjetur edhe mjetin e tij lundrues, i cili ishte fundosur. Grupi hetimor po punon në 2 pista, ato të një mbytje aksidentale të shkaktuar nga kushtet e vështira atmosferike, si dhe mundësinë e një vetë mbytjeje në kushtet e depresionit, pasi ai ishte i divorcuar dhe jetonte pa fëmijët. Dy aksidente ndodhen brenda pak orëve në Lushnjë si dhe në Lezhë. Si pasojë e përplasjes së automjeteve, shoferët mbetën të plagosur rënd dhe u sollën për mjekim të specializuar në qendrën e traumës në Tiranë. Një traktor është përplasur me një furgon madrash duke lënë të plagosur rënd drejtuesin e mjetit bujqësor 50 vjeçari Najet Kullolli. Aksidenti ndodhi në aksin Rogozhin-Lushnjë në vendin e quajtur rreth rrotullimi Çermës. Sipas informacioneve, furgoni goditi nga pas mjetin bujqësor, i cili si pasojë e përplasjes është kthyer përmbys. I plagosuri është transportuar fillimisht në spitalin e Lushnjës, ndërsa më pas për shkak të plagëve të rënda është dërguar për mjekim të specializuar në spitalin e traumës në Tiranë. Një tjetër aksident është regjistruar në aksin rrugor Lezhë-Shëngjin. Një 31 vjeçar duke drejtuar automjetin e tij humbi kontrollin dhe është përplasur fillimisht me një murë rrethuese, më pas me 2 automjete të parkuara. Ai pësoi fraktura të shumta dhe pas marrjes së ndihmës së parë në spitalin e Lezhës, 31 vjeçari u soll me urgjencë në kryeqytet. Mbi 4.000 gjoba janë vendosur nga policia rrugore në vetëm 24 orë. Masat administrative ishin kryesisht për parkim të gabuar, parakalime të rrezikshme apo për përdorimin e celularit në timon. Edhe pse urdhëri i drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit është që të mos ndalohen automjetet në rrugë, sidomos gjatë sezonit turistik, kjo nuk e ka penguar rrugoren që të gjobisë çdo drejtues mjeti që shkel rregullat e qarkullimit.
Vetëm në 24 ore të fundit në të gjithë vendin janë dhënë afro 4300 masa administrative. Pjesa më e madhe gjobave janë vendosur nga radaret, por dhe nga dronet që monitorojnë akset më problematike, jo vetëm ato nacionale, por dhe zonat urbane. Policia njofton se vetëm në këtë interval kohor janë arrestuar 8 shofer, 6 prej tyre të dehur, ndërsa 2 të tjerë nuk kishin leje drejtimi. Konkretisht, më shumë se 1500 gjoba janë vendosur për parkime të gabuara, ndërsa të gjithë ato që kishin parkuar në korsitë dedikuara apo dhe në trotuare, mjetet e tyre janë larguar me karo atrec. Ndërsa në akset nacionale janë vendosur më shumë se 1300 gjoba për të i kalim të shpejtësisë së lejuar, para kalimit të gabuara, përdorim celulari e të tjerë. Në kuadër të rritjes së fluksit automjeteve në akset rrugore, policia ka shtuar sidomos gjatë fundjavave praninë e shërbimeve në rrugë për të monitoruar trafikun dhe shkeljet edhe përmes mjeteve inteligjente. Jo vetëm kaq, por rrugoria ka nisur dhe aksionin e saj për mos lejimin e xhamave të errët për të gjithë ata që i kanë vendosur në kundërshtim me ligjin. Vetëm në 2 javët e fundit në të gjithë vendin janë dëshkuar më shumë se 500 drejtues mjetesh për këtë shkelje. Zjarri i rënd të martën në fushën e mbetjeve në Fushkuj shkaktoi një rrjet të dendur tymi toksik që u përhap në një zonë të gjerë. Fillimisht flakët përfshin vend grumbullimin e mbetjeve, por më pas u përhapën me shpejtësi, duke u afruar edhe disa banesave aty pranë. Forcat zjarrfikse ndërhyn menjëherë, por ndihma më e madhe erdhi nga rreshtet e shiut që bën të mundur shuarjen e flakëve. Ndërkohë rreja e tymi që mbuloi Fushkrujën u përhap nga era edhe në Kamës, e madje edhe në Thuman, duke sjellë ndotje të rëndë mjedisore. Kompania Bankers Petroleum nuk ka paguar qërat vjetore për tokat që shfrytëzohen për nxjerrjen e naftës. Përpasoj, banorët e Patos Marinzës protestuan duke kërkuar shlyerjen e menjëhershme të detyrimeve. Dhjetra banor të fshatrave të zonës naftëmbajtëse Patos Marinz kanë protestuar përballë zyrave të kompanisë Bankers Petroleum për mospagesën e qeras së tokës. Ata thonë se janë rreth 800 banor të fshatrave Marinz, Belin, Sheqisht, Zharës, Kalln, Frashëre e Kuman, të cilët që prej fillimit të këtij viti nuk kanë marrë lekët e qeras vjetore të tokës, e cila është në shfrytëzim nga kompania prej vitit 2010. Tokat Bankersin na i ka marrë me qera dhe nuk e respekton kontratën. Kontrata është bërë me 4 milion lek dylymi, këta kërkoj ta ulin, ta bëjnë me 2. Vitet tjera ne i ka paguar pakesën, kurse këtë vit na ka vënur shumë. E thot arsyeja se ju e keni me 4, thot dhe tash do ta pagoj me 2. Pse ta pagoj me 2? Kur ne kemi me 4, kemi bërë kontratën 10 vjet më përpara. Kam që nga data 9 janar, kam vajtur janë paraqitur 2 herë te kompania, nuk pranojnë ta firmosin kontratën sepse të vën kushte, sepse ata janë fuqishëm. Kompania po shfrytëzon nga 2010 deri tash i thon 15-16 vjet. Banorët kërkojnë një zëri respektimin e kontratës sipas ligjit, ndërsa kundërshtojnë ndryshimin e saj nga 1 vjeçare në 2 vjeçare, si edhe përgjysmimin e çmimit të qeras. Përsëri nuk janë të rregullt. Edhe me 4 këta ne i vonojnë lekët. Ne kanë vonuar nga 6, 7, 8 muaj. Ka dhe nga 2025 që janë firmosur kontratat dhe nuk janë dëm shpërblyer. Edhe me 2 fjalë themi kompanisë, dakord, na liro, tokat na i kthejnë gjendjen e mbarshme, që ne të prodhojmë mish dhe gru, edhe mos merremi me ta, se s'ka nge njerëzit vinë lart e poshtë në zyrët e tyre. Ky ka marrë gjithë tokë edhe nuk na dëm shpërblen. Ne kërkojmë nga Bankersi të na i ngrej çmimin, jo të na i ulin. Ata pohojnë gjithashtu se nëse kërkesat e tyre nuk do të merren parasysh, do të kërkojnë rikthimin e tokave në gjendjen e mëparshme. Në rast se këta nuk do na japin përgjigje sot, neve do të vazhdojmë në vendburim. Do mblidhemi dhe njëra tjetrin para lajmërojmë, pastaj do bllokojmë sheshet e puseve, që dhe këta të mos ta futen. Kjo është një grevë simbolike në shenjë paralajmëruese, se ne pastaj do njoftojmë dhe policinë dhe do ta përshkaktojmë sa të zëmë dhe vendburimin atje. Për banorët e zonës naftëmbajtëse, qeraja vjetore e tokave mbetet një ndër burimet kryesore të ardhurave të tyre. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natë e mirë.